Nejda Balluku ka reaguar me një mesazh të fortë në rrjetet sociale pas largimit të papritur të Egdit nga shtëpia më e famshme në Shqipëri për arsye shëndetësore. Në një postim në Instagram, Nejda shkruan për njerëzit shpirt prishur dhe kazmat njerëzore, që bëjnë gjithçka për vëmendje duke përdorur një krahasim me personazhin e Gregor Zamzës nga novela Metamorfoza e Franz Kafkës. Lexoj sonte fjalë, pafund fjalë. Donë se një kapitull mbyllet shpirt prishurit dhe kazmat njerëzore që marrin frymë për të përfituar, që marrin frymë për të kapur një follow më shumë, nuk dalin dhe vazhdojnë të rregullisen me sekëlldi me veten. Më keq se Gregor Zamza kur u gdhi kandër dhe ndjeu neveri për atë që ishte shndruar, por mos harroni kurrë që një lule mbetet lule, dhe kur vyshket në vjesht dhe kur çel në pranverë, dhe pranvera vjen sërish. Pra Nejda kritikon ata që përfitojnë nga situatat për vëmendje dhe thekson që edhe pas vështirësive, e vërteta dhe vlerat e dikujt mbeten të pandryshuara. Na do t'ju themi se Nejda her pas here ka kritikuar lojën e Egdit brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri kundrejt raportit me Gjestin. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.